Konkurrentja e shtëpisë më të madhe në vend, Eliona, ka përjetuar një nga momentet më të forta emocionalisht që prej hyrjes së saj në reality show, duke u surprizuar në mënyrë të veçantë këtë mbrëmje nga njerëzit më të shtrenjtë të jetës së saj. Në një atmosferë të mbushur me tensione, sfida dhe emocione të përditshme që shoqërojnë jetesën brenda shtëpisë, kjo befasi erdhi si një rrezë drite dhe shprese për të. Familja e Elionës kishte përgatitur gjithçka me kujdes, duke zgjedhur një mënyrë kreative dhe mjaft simbolike për t'i dërguar një mesazh mbështetjeje. Një dron u shfaq mbi ambientet e shtëpisë, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e banorëve, ndërsa në të ishte vendosur një pankartë me mbishkrimin prekës: Forca Eli, të dom babi, motra dhe vëllai. Ky mesazh, edhe pse i shkurtër, mbante brenda tij dashurinë, krenarinë dhe përkrahjen e pakushtëzuar të familjes së saj. Në momentin që Eliona e lexoi mesazhin, emocionet e saj shpërthyen. Ajo mbeti për disa qaste pa fjalë, me sytë e mbushur me lotë, ndërsa përpiqej të përthithte gjithçka që po ndodhte. Malli për familjen, sakrificat e bëra për të qenë pjesë e këtij formati dhe gjithë presioni i përjetuar brenda shtëpisë, u reflektuan qartë në reagimin e saj. Me zërin që i dridhej, ajo shprehu mirënjohjen e thellë për familjen, duke thënë se kjo surprizë kishte dhënë forcë të re për të vazhduar lojën. Banorët e tjerë u afruan menjëherë pranë saj, disa duke e përqafuar, të tjerë duke i shprehur fjalë ngushëllimi dhe mbështetjeje. Momenti krijoi një atmosferë të rrallë solidariteti brenda shtëpisë, ku për disa minuta u lan mënjan rivalitetet dhe strategjitë e lojës, për t'i lënë vend ndjenjave njerëzore dhe empatisë. Ky episod u komentua gjerësisht edhe jashtë mureve të shtëpisë. Pamjet e momentit prekës u shpërndan me shpejtësi në rrjetet sociale, ku ndjekësit e spektaklit reaguan me mira komente dhe pëlqime. Shumë prej tyre e vlerësuan gjestin e familjes si një nga surprizat më të bukura dhe më domethënëse të këtij edicioni, duke theksuar se mbështetja familjare është një element kyç për qëndrueshmërinë emocionale të konkurrentëve. Për Elionën, kjo mbrëmje do të mbetet një pikë kthese në rrugëtimin e saj brenda shtëpisë. Mesazhi i familjes jo vetëm që i rikujtoi se sa e dashur dhe e mbështetur është jashtë këtij realiteti të mbyllur, por gjithashtu i dha asaj një shtysë të fortë për të vazhduar me më shumë besim, forcë dhe vendosmëri. Ky moment tregoi edhe një herë se, pavarësisht lojës dhe konkurrencës së fortë, dashuria e familjes mbetet forca më e madhe që i mban konkurrentët të fortë deri në fund. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.